Kjo është prostitutokraci. Se vinë këto prostitutat, na vjedhin lekët dhe s'ke çfarë ti bësh. Kurse të paktën edhe i sjell si shembull Katarin, ku ke apo Emiratet Arabe, që janë diktatura absolute, po ke me miliona perëndimor që jetojnë. Pse jetojnë ata? Unë për shembull, unë po të kem një ofertë pune për në Katar paguash $10,000 në muaj. Unë do shkoj dhe nuk më intereson fare se kush sundon aty. Absolutisht. Po pse këtu që kemi demokraci, me të vërtet kemi demokraci? Asnjëherë. Kjo është poshtërsiokraci. Kjo është prostitutokraci. Se vinë këto prostitutat, na vjedhin lekët dhe s'ke çfarë ti bësh. Kurse të paktën kur jeni në diktaturë, të paktën e di që s'kam çfarë ti bëj, por ka diktator të mirë, ka diktator të këqij. Diktatorët e mirë, si emiri i Katarit për shembull, që mua më jep $10,000 në muaj, dhe unë me këto $10,000 bredh gjithë se kam shokët e mi domethënë që jetojnë në Katar, i shoh një ditë një javë janë në Kuala Lumpur, një javë janë në Rom, një javë janë në Stamboll, një javë në Japoni në Tokyo, kush e di çfarë bëhet. Edhe domethënë, ç'e duan më demokracinë? Ç'e duan më demokracinë? Unë dua atë sistem që ma mbush barkun me bukë dhe që më bën që të shijoj jetën. Shumë i saktë kjo pjesa. Ka njëtat mendimin.